Problemi është tek durimi edhe i mjekut edhe i prindërve. I njëjti prind të themi, njëjtit njerëz kur janë në Danimark, në Gjermani, mund presin 4 ditë me temperaturë, fëmijë me temperaturë, po të njëjtit kur vinë në Maqedoni 2 ditë nuk i presin edhe me njëherë nisin me antibiotik. Kërkojnë antibiotik të shkruash. Ka rrezik nëse nuk përdorim antibiotik kur është nevoja? Sigurisht që po. Megjithatë, ka do farë rregulle që thotë që të themi për ndonjë infekcion me streptokok apo diçka, dhe 2 javë mos i japësh antibiotik, nuk do ndodhë diçka katastrofike. Po nuk do të thotë 2 javë të presim, ne 4 ditë mjafton që të presim, të japëm afat, hapësirë organizmit ta bëjë atë betejën e vet edhe që të kemi një imunitet më të mirë.